çështja dhe është marrë ky vendim, ka sinjale që ky vendim mund të përdoret nesër për shkak është parashtruar, le të themi, dhe paralajmëruar që do të rrëzohet kërkesa e GJK-s në... Të lutem, regjia kthej një faqen e dytë, lutem. Kthej një. O faqen e fundit, lutem. Atëre, ktheu mbrapsht, lutem. Po. Thot vendosi. Ma lexoje se unë po dëgjoj. Pezullimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore, nuk thot pushimin apo rrëzimin. Kjo është që po them. Nuk thot as pushimin dhe as rrëzimin. Ore, dakord jam unë me këtë. Është pezullimi që do shkojmë tek një vendim tjetër, do shkojmë, po puna është në vendimarrjen që është marrë, a ka sinjale që paralajmërojnë këtë gjë? Ore, në qoftë se shkon në një spital me një simptom caktuar që ke nevojë për operacion, fakti që ta shtyn me javë operacionit do thotë që u shërove. Po pra, kaq është historia. Dakor, ja se ai nuk thotë nuk ka nevojë për operacion. Ai thjesht po të bën para përgatitje për shkuar te operacioni. Kaq është historia. Gjykata kushtetuese edhe në vendimin arsyetuar thotë do i thërresin palët. Do i thresin palet, tot? Ti nuk lexove domethënë aty avokat asnjë paralajmërim apo sinjal që pyetja ashtu. Po nëse 22 janar pranohet masat, pezullimi ndalon edhe lihet në fuqi. Do mendohet se u ka qenë kohë që është dhënë gjithë mundësia Belinda Ballukut që të rregullojë gjërat. Po, ky është dyshimi i madh. Arbër, si po e shikon këtë lojën drejtësi qeveri? Shiko të përplasjen. Te pjesa procedurës besoj që u sqarua në mënyrë shtëruese, pra është pezullim për shkak të procedurës. Po, ishte e qartë. Nuk ja vlen të humbasim shumë kohë. Por ka një gjë, ka një mini fitore të kësaj përplasje të re që ka Rama dhe ekzekutivi me drejtësinë, sidomos me GJK-n. Pra është një mini fitore, sepse gjykata dhe mund mos ta pranonte fare dhe thoshte shiko. Nëse pranojmë dhe i japim automatikisht të drejtë GJK-s. Pra fakti që e ka pranuar gjykata kushtetuese do thotë që ka një boshllëk ligjor i cili do interpretuar. Pra ka të drejtë GJK-ja apo ka të drejtë qeveria. Që kjo ndosi një precedent. Dhe kjo, po patjetër që është gjë shumë e mirë, por në thelb kjo është një mini fitore për majorancën. Sepse ta quan atë që ka ngritur kryeministri me të drejtë, pra që këta po shfrytëzojnë hapësira, klauzola në kushtetut dhe në dëm të ekzekutivit duke ndërhyrë në një pushtet tjetër. Pra është një minifitore politike po dhe ligjore, të dyja bashkë, sepse automatikisht u hoq pezullimi për shkak të procedurës ndaj zonjës Balluku dhe është një mini hapi parë i cili mund të lajmërojë atë që mund të jetë pranimi total i kërkesës nga kryeministri Rama, ose rrëzimi i kërkesës të Ramës dhe mban fuqi vendimin që ka dhënë GJK-ja. Pra nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është një procedurë e cila mund të themi në gjykatën kushtetuese thjesht kaloi procedurë dhe vetëm kaq. Do ta shpjegoj këtë që thot Arbër. Jo, po. Është interpretim. Jam dakord me ty. Pra, është një mini fitore nga ana juridike. Megjithatë, kjo do të jetë një betejë e gjatë, se sido që të jetë akuzat penale ndaj zonjës Balluku nuk kanë rënë. Dhe përplasja kryesore që ka zëvendës kryeministria me drejtësinë nuk është një përplasje që lidhet me interpretimin mund ta pezullojmë, mund mos ta pezullojë. Kemi të bëjmë me akuza penale, është marrë pa nderur dhe do jetë një proces i gjatë. Dakor. Por ajo që ka qenë shqetësimi kryesor i zotit Rama ka qenë pikërisht krijimi një lloj precedenti edhe në të ardhmen që mund të ketë një pezullim të funksionit nga ana e GJK-s. Por kjo tregon edhe një gjë. Pra, shtyrja deri në datën 22 të janar mund të japi hapësirë edhe ndikimit të faktorëve dhe lokal, por edhe ndërkombëtar. Pra, do të jemi në një situatë shumë delikate, sepse në situatën ku futet drejtësia e re, në qasjen që ka sidomos administrata e re amerikane, pra në shumë komponentë që po luhen, situata në kampin demokrat, pra do jenë 3 javë, gati jo 3 javë, gati 4 javë e gjysmë 5 javë, do të jetë shumë intensive këto. Dhe gjithçka do duket, sidomos ditën e parë, por gjithçka do duket edhe në qasjen që do ketë GJK-ja edhe SPAK. Unë atë që nuk do desha në këtë moment është që të kemi informacione siç rrodhën me kërkesën që erdhi nga një avokat që të mos merreshin si prova materialet që kishin ardhur nga Sky and Crochet. Pra të mos kemi lartqof përgjigje të anëtarëve të gjykatës kushtetuese për t'i ruajtur në klapa nga ndonjë influencë e mundshme, sepse aty do futesh e ka bër.
ti e di shumë. Dhe ishte shkelje penale shumë e rënde e ajo që unë do doja është që antarët e gjykatës kushtetuese të lihen të qetë, si nga kryeministri që her pas here bënte deklarata, por të lihen të qetë nga drejtësia e re, sepse rreziku dhe precedentet janë atje. Se nuk ka avokat, nuk ka asnjë arsye apo le të themi nuk ka justifikim përgjimi i një gjykatësi kushtetuese edhe kur tepër në situatë të tillë kombëtare. Gjykatësi kushtetues ka imunitet shumë të lartë, them unë, gati si imuniteti i parashikuar në 73 të kushtetutës. Nuk ndodh. Po nuk duhet dal nga tema, po ajo që u bë, dhe unë do ta them sa jetë ke mundësi këtë gjë, sepse është fakt konkret. Ajo që ndodhi është zoti Altin Dumani si drejtuesi i SPAK-ut, unë mund ta them në terma çik më të thjesht moderuar, por fakti është që ka gënjur. Në momentin kur është pyetur në lidhje a ka pas një përgjim, shkresë zyrtare nga kryetaria e gjykatës kushtetuese Olta Zaçe, që i tha, a ka dieni SPAK-u që ka pas një përgjim në lidhje me gjyqtarin Genti Ibrahimi, një përgjim të paautorizuar, dhe ai ktheu përgjigje dhe tha, jo, tha, nuk kemi përgjuar. Në të kohë, më pas ndoli që vërtet kishte pasur një përgjim nga ana e SPAK-ut dhe BK-s për gjyqtarin Genti Ibrahimi. Ka padur përgjim nominalisht apo ka rënë rrjetën e përgjimeve zoti Ibrahimi? Nominalisht. Ah, okay. Avokat, po trim te Kjo është shkelje e rëndë, sepse nuk mund ta bësh një gjë tjetër. Po trim këtu tani që mos ngatrohemi me këtë histori. Duhet ta shpjegoj një herë sa më thjesht që jetë mundur ku është problemi midis asaj që ka kërkuar Rama dhe ajo për të cilën do më duhet të bëhet fakt. E nisi pak arbëri, po e jap në mënyrë të përmbledhur. Çështja e kompetencës apo jo. Bëhet fjalë për pezullimin. A është pezullimi kompetencë e një organi ekzekutiv apo një organi të drejtësisë? Pra, apo i merr organi i drejtësisë një kompetencë organit të ekzekutiv, kryeministrisë rasti konkret? Dhe unë po e them prapë. Në kompetencën që ka kryeministri si institucion, po flas gjithmonë jo si Ram, po si institucion janë emërimi dhe shkarkimi i një ministri. Dhe ky ministër mund të jetë me veshje me imunitet si deputet, por dhe pa imunitet fare se nuk ndoshta s'është deputet fare. Prandaj është parashikuar te 103.3 për ministrin kjo gjë, sepse mund të ndodhin që ti të kesh ministër në një kabinetin tënd dhe një person i cili jo domosdoshmërisht është deputet. Dhe ke pasur raste të tilla. Tani, në qoftë se kryeministri ka për kompetencë jo ekskluzive, dhe një po e them, jo ekskluzive, emërimin dhe shkarkimin. Pse e them këto? Sepse dhe kur emëron dhe kur shkarkon një ministër, do duhet që t'i shkojë parlamentit për të marrë votën dhe presidentit për të marrë dekretin ret. Pra nuk e ka në vetvete kompetencë ekskluzive kryeministri. Edhe shkarkimin apo emërimin e një. Sepse po t'ishte kështu, nuk ishte pse shkonte as parlament as në te presidenti për ta dekretuar. Zgjedhjen e ka ekskluzive. Zgjedhjen, po jo emërimin dhe shkarkimin. Për zgjedhjen, pra është procedurë. Po ne tani mua nuk duhet bëhem të merrem me loja frash, po të them jo pra se po jam atë se ka ekskluzive kryeministrit tani. Të lutem. Terma kushtetues. Ti thua zgjedhjen e ka, po jo emërimin dhe shkarkimin. Notarizimi është tjetër gjë. Mos e ngatron notarizimin me të drejtën për ta zgjedhur. A ka mundësi ti po flet për notarizimin, për procedurën. Jo, më thon notarizim. Mos më kalon lutem presidenti. O Harper, gjë këtu. Po sikur ngrihet parlamenti nesër dhe të thotë nuk e dua Gent Cakën unë, siç ndodhi. Po janë procedura, more, është tjetër gjë. Ma doli me Gent Cakën, nuk u pranua emërimi i dhe funksionon. Po ama nuk funksionoi. Po dhe po këtë po thotë. Po këtë po them prapë burr. Po ekskluzive ka, se nuk e ka. Nuk e ka ekskluzivitet. Ka zgjedhjen thot, po jo emërimin. Jo emërimin dhe shkarkimin, nuk e ka ekskluzivitet. Thoje më thjesht, se të flasim thjesht, notarizimi nuk e ka, dakor, nuk e ka. Në gjej sekond më burr, sepse këto janë terma kushtetues, ti do të kapesh kotër burr. Mos i fakti që po rrim këtu, rrim te. Po mos bëj debat kurse e kisha mbaruar më ta mbarojmë pra, se bëni kaq naiv. Po ta mbarojmë pra, atë duam. Po ka tre gjëra më po them, emërim, pezullim, shkarkim. Po, në rastin konkret, emërimin dhe shkarkimin, drejtësia nuk e ka marrë si kompetencë. Se as e ka emëruar dhe as e ka shkarkuar Belinda Ballukun. Dhe njëherë po them, drejtësia, GKK-ja në vendimin e vet, as e ka emëruar dhe as e ka shkarkuar Belinda Ballukun. Çfarë kompetencë i ka marrë? Se emërim dhe shkarkimin ka kryeministri. Ku ja ka marrë kompetencën? Por kryeministri jo, këtu ka mund debat. Kryeministri e tha, efekti është i njëjtë. Okej.
Pra efekti është një me atë që thot Nardi. Se po ta shpjegoj këtë. Sepse në bazën e kësaj që sapo thash, do debatohet në gjykatën kushtetuese. Se për këtë kjo është pika e parë e kërkesës së kryeministrit. Kjo është pika e parë. Pra pezullimi është një akt që e ka kompetent zoti kryeministër dhe ja mori gjyqësori, apo është një akt që nuk ekziston fare tek kompetenca e kryeministrit. Se nuk ekziston pezullimi. E pezullon tot një kryeministër një ministër? Jo. O e shkarkon o e mëron. E ka saktë Nardi këtë, sepse diçka ndodh. Dy kuptimet e mënyrës se si kuptohet diçka, ose më saktë dy metodat janë. E para është retorika, në cilin ti të mjafton të spekulosh, pa që të kesh të drejtë, dhe tjetra është logjika, e cila mundohet që të kuptojë të vërtetën në varësi të fakteve të një kriteri logjik. Tani çështja është këtu, që kemi të bëjmë me një analizë retorike përballë një analizë logjike, si e shikoj unë si jurist. Ku qëndron problemi? Se këtu ka filluar gjithë mishmashi i idesë që duhet të pezullohet, është legjitime, s'është legjitime. Po ç'është kompetenca, rrit te kompetenca. Përveç te kompetenca, do të them këtë, kur është bërë një përkatës, lidhet edhe me kodin e procedurës penale, nuk është saktësuar dhe ka është problemi teknikës legjislative kjo. Në qoftë se ti pezullimin e ke vetëm për funksionarët poshtë ministrit, pra drejtori drejtorie poshtë përcaktoja mos e le vakum ligjor. Kuptimin pa e përcaktuar, thuaj masat e pezullimit do ekzekutohen për nivelin e drejtor drejtorie dhe poshtë, pra shef sektori, specialistë etj. Pra pezullimet nga detyra vlen vetëm për funksionarët publik, të cilët nuk janë antar të Këshillit të Ministrave. Po se ka dhënë këtë ajo? Një sekond. Prit. Ose ke dhënë mund vendoset. Ne kam fjalën që ti paraprish. Kjo tregon se çfarë jurista që shkruan këtë ligj. Dakor, edhe ti të histori. Niveli teknikës legjislative. Nuk po them që e kanë bërë të tillë se i kanë paraprisur situatën, se po kishin atë lloj inteligjencë do ishin rregulluar shumë probleme të tjera ligjore. Problemi është që këtu ka një vakum që nuk shprehet dhe këtu unë prandaj legjitimoj spakun. Në moment që ti diçka nuk e thua qartë, gjë e ndaluar është e lejuar, gjë që nuk është ndaluar është e lejuar. Pikë, kaq. E tjetra është ajo që thot Nardi, pra që e plotson ose si thua e qartëson situatën. Ore, në qoftë se ti ke kompetencë, emërimin e shkarkimin, ndërkohë që unë bëj pezullim, ku të kam ndryrën kompetencë. Pra është njësoj si thosh, në qoftë se në një spital operacionin edhe kur në jep doktori, ku të kam ndryrën në kompetencë infermiera, në qoftë se ai nuk ka do dushimet duhet jetojë dhe do t'i bëj një serum. Është si thua për shembull, pa dën urdhën doktori mos e bëj. Janë të ndara gjërat. Në kuptimin e identifikimit të fajësisë, po, ke drejt. Jo, në kuptimin e identifikimit të faktit penal gjatë hetimeve dhe të mënyrës se si do bëjnë këto hetime. Tani çështja është këtu. A ka ndonjë delegitimim të spakut me idenë që masa e pezullimit është e tepërt për një ministre dhe zëvendës kryeministre me fuqinë politike që ka zonja dhe për veprat penale për cilat akuzohet zonja për këto fakte. Se siko logjika nuk bëhet pjesë, po ti nuk e copëzon faktin real, të marrësh pjesën që t'intereson, se ky është spekulim. Nuk mund të marrësh vetëm element. Po edhe që ti nga që nuk është përcaktuar në ligj aty që është shkarkimi, emërimi dhe nuk është përcaktuar pezullimi dhe ti s'mund të gjesh një vakum ligjor dhe përmes këtij vakumi godas. Nëse bën një amendament në këtë ligj dhe thuhet që as pezullimi, çfarë do bëj gjykata në kontratën e punës se mund me një punëmarrësin tënd, nëse ti nuk e sakson sa orë është dita punës, pa 8, 6, 5, çfarë mund të thuash më nëse unë iki për 2 orë? Dakor, jam, problemi është ky që prandaj kryeministri e ka çuar në gjykatë kushtetuese. Jo, kryeministri ka marrë rregullimin e kodit procedurës penale se e kishte për reformën e tij. Kryeministri thotë kjo është ndërhyrje në kompetencën e mia. Maleta ta mbaroj. Edhe të lutem se ai do të Po bëni shumë teknike. Po, kjo është shumë po futet shumë teknike diskutimi dhe realisht kur bësh shumë teknike nuk e kuptojnë njerëzit. Diskutimi është shumë i thjeshtë. Qeveria Rama po i thot SPAK dhe GKK-s, hetoje Belinda Ballukun. Po të duash edhe arrestoje Belinda Ballukun, kërko arrestimin e saj. Nuk kam asnjë gjë kundër kësaj. Por i thot, ti nuk ke të drejtë ta pezullosh nga detyra, sepse ajo drejt më takon vetëm mua. I takon parlamentit, nuk të takon ty. Që se ke fare ti. Kaq i thot. Pra nuk i thot mos e heto, nuk i thot mos e arresto, nuk i thot mos e gjyko, thjesht i thot mos e pezullo, sepse nuk të takon ty e kam unë. Rama mendon që ka të drejtë, GKK-ja mendon që ka të drejtë, Nardi thot ka të drejtë, Rezi thot kanë të drejtë. Unë them presim gjykatën kushtetuese. Por fakti që gjykata kushtetuese e ka pranuar dhe nuk e ka refuzuar menjëherë, do thotë që ka diçka për të shqyrtuar atje. Dhe prandaj insistoj që aty ka një mini fitore
politike dhe ligjore nga ana e majorancës dhe nga ana e zotit Rama, sepse është pranuar. Pra gjykata thot prit pak, ka parë palët, ka parë dhe kushtetutën, dhe ka diçka që duhet interpretuar këtu. Ky është gjithë diskutimi. Diskutimi nuk është ne një kaq, ne një aq, ne një aq, ne një kaq, nuk e vendosim dot ne. E vendos gjykata kushtetuese, por fakti që e ka pranuar kushtetuesja mund të jetë edhe sinjali që ajo e ka përcaktuar se çfarë do ndodhi në datën 22. E dyta, mua nuk pëlqen, se i kam parë edhe disa media tjera që dalin emrat e gjykatësve, ky ashtu, kjo ka dhënë atë, kjo ka dhënë këtë. Aq më mirë që ka debate, more. Aq më mirë që ka dhe në gjykatën kushtetuese, ka debate për çështje të caktuara. Kjo s'do thotë që njëri ishte shitur, tjetri ishte i blerë. Pse ti e natemojmë ata njerëz? Shqyr që ka debate. Po si vendosen gjërat? Kush e bëri këtë? Po se kam me ty, po. Po më çe me këtë. Po ç'ke burr? Po ti me mua jenë. Po në flasë me publikut. Po flasë me publikut apo pse çdo gjë me ty? Jo, më fliti me publikun kur je me mua prezento. Kur mos je unë, po duhet të them publikut tani, po jo më jo, si do të shaj tani. Ç'ke këto? Tani ti ne po mbajmë lart diskutimin. Po lart po e ule shumë. Mos kalojmë te këto sharje te këto. E ule shumë. Ti ule mua bëj thashë themesh. E ule. Tani, po. Vetëm ndryrje. Po. Kemi folur gjithmonë vetëm ndryrje me një fjalë do të thotë. Po 3 s'ka problem, kemi kohë. Ta po çoj 5. Ti lëm kohë arbrit, ëh. Vetëm me një pyetje. Gjithmonë është folur për problematikën e mos ekzistencës së ndëshkimit të zyrtarëve të lartë. Unë vej një paradoks. Sa herë flasim për maca sigurie dhe për procesin e zyrtarëve të lartë, pjesa më e madhe tani mbrojtje, tash do ndëshkimin dhe zbardhjen e penale. Jo, po isha i qartë fare. Se unë këtë s'kuptoj. Isha i qartë fare në interpretimin e gjërave. Isha i qartë, nuk e di. Po isha më i qartë se kaq s'kam qenë ndonjëherë. Dhe ti çuditërisht ku jam shumë i qartë nuk e kupton. Jo, nga cila anë je? Se di pse. Je për ndëshkimin e korrupsionit shtetëror? 100%. Apo je për mbrojtjen e korrupsionit shtetëror? Po tani kjo është një pyetje shumë naive. Po kur i bën ata që korruptojnë. Ti ke edhe mision vetë tash. Pyetje të tilla. Unë avokat jam dhe megjithatë ka një gjë. Kjo nuk ka diskutim fare. Të gjithë ata që vjedhin lekët e taksapaguzëve në burg të përballen me drejtësinë absolutisht asnjë gjë. Po, dhe që shkimi brazin tender. Këtu nuk ja vlen të humbasim kohën, por ajo që them unë është kjo. Dhe ai që është diskutimi në rastin konkret, Jo, në rastin konkret kush është? Përplasja. Nuk është përplasje krijuar nga mua. Apo jo? As nga ty, as nga ne. Është përplasje e iniciuar nga një sistem drejtësie i cili përballet me politikën. Pa ti besoj se Këshilli i Ministrave ka drejtë kryeministri. Unë besoj, nuk besoj asnjë as tjetër. Unë do besoj atë që do thotë gjykata kushtetuese, sepse shikoj profesionalizëm nga ana e tyre. Por unë besoj një gjë. Dhe logjika ime kush është? I kthejmë asaj që kam thënë në emisionet e kaluara. Nuk më pëlqejnë eksperimentet, sepse Rumania, vendi ku është bërë herë fundit ky eksperiment, në argun kohor të 15 viteve, shkoi më mbrapa se çfarë ishte para 15 vitesh. Këtë po them. Ja do dalim dhe te Rumania, mund të flasim. Jo për Rumaninë. Ka filluar protestat Ka filluar protestat atje, sepse çfarë ndodhi? U bë një sistem reforme thellë drejtësie, u larguan gjithë klasa e vjetër politike, dhe erdhi klasa e re politike, për shkak se ishte një eksperiment jo natyral, po e theksoj, ata që erdhën të rinj, në argun kohor të 7 viteve u bën më të korruptuar se ata që ishin politikanë të vjetër. Pra, unë jam për ndryshim. Marsil, po. Jam për ndryshim, jam për drejtësi penale. Por, nëse është me qëllim, duhet bërë se s'bën, këtu pastaj unë kam ndryshimet e mia. Tani, unë kam thënë, situatat ekstreme kanë nevojë për zgjidhje ekstreme. Situata ekstreme e Shqipërisë kanë qenë 2. Një, konsolidimi i elitës vjetër politike, 2, korrupsioni. Dakor? Dhe gjithë problemet e tjera që rrjedhin në çdo strukturë derivojnë nga këto. Kjo është logjika. Kjo është logjike saktë. 2, tani kur flasim për goditjen e këtyre 2 fenomeneve, që janë nga fenomene më të vështira që ku ka filluar ekzistenca e shtetit, pra konsolidimi i autoritarizmit, nuk kanë si në cilën formë ndodhë, në monarki, në demokraci, në mbretëri. Ajo që ka rëndësi është që a konsolidohet pushteti në mënyrë të jashtëligjshme, pra duke u përdorur qeverisja, jo fryma e ligjit, dhe dyta, a mbahet kjo gjë nëpërmjet korrupsionit, pa ideja që pse duan kaq shumë pushtetit në shjetesa e mirë para të ardhurat, sepse nëpërmjet tyre janë karburante që të mbahet ky fenomeni. Tani u kërkua që SPAK-u, detyrën kryesore kishte goditjen e zyrtarëve të lartë korruptuar, sepse mendohet që te pjesa e trekëndshme midis biznesit, politikës edhe krimit, maja e piramidës janë politikanët, pra nuk qëndron vetëm te korrupsioni, qëndron që kjo si edhe efekte të tjera. Çfarë ndodhi? Ndodhi që u krijua pra SPAK-u,
me gjithë mjatit qijat e veta, unë prapë vazhdoj të besoj që është fenomeni mi institucional të 35 vite, kritika pa fundi kemi bërë bashkë me Po. Tani çfarë vjen? Vim në një pikë që ngrihet steka, filloi nga drejtorët e thjeshtë, sekretarët përgjithshëm. Po, shkohet te zëvendës kryeministri. Shkoi deri te zëvendës kryeministri. Para një viti e gjysmë thoi kjo, që këta nuk janë gjë, problemi është një Erion Veliaj, Belinda Balluaj dhe Rama. Ka qenë kjo qendrimi publik. Ja që